Në këtë edicion do të ndiqni. Çdo të dytën ditë për të 24-ën herë ka dështuar edhe sot konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Njëqind nëna nga komuna e Gjakovës nga e hëna rrëfejnë historinë e tyre personale për humbjen e djalit apo vajzës gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në Shkugës mbahet ngjarja komunitare e vrapimit Parkrand Gjakova. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Ka dështuar sërish seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Deputetët vazhduan me lojën e përsëritur, erdhën me vonesë, u nënshkruan, qëndruan më pak se 5 minuta dhe dolën si herat e shkuara. E për hyrjet e daljet 5 minutëshe, deputetët u paguan më shumë se 1.000 euro. Seanca konstituive filluar më 15 prill po vazhdon tashmë më shumë se 1 muaj, pasi deputetët e Kuvendit të Kosovës po dështojnë në konstituimin e Kuvendit. Edhe sot për herë të 24 të radhazi me mosngritje dore, ata po kundërshtojnë ta votojnë komisionin për votim të fshetë. Këto dështime të vazhdueshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve të përsëritura nga shoqëria civile në Kosovë dhe faktorit ndërkombëtar, që i bëjnë apel vendit të krijojë sa më shpejt institucionet e reja. Nga lëvizja vetëvendosja Artan Abrashi tha se janë duke kontaktuar për diskutim me të gjithë deputetët, që nuk e kanë humbur arsyeën për shkak të presionit nga partitë e tjera. Ne jemi në diskutim me nismën socialdemokrate për gjitha temat. Do të vazhdojmë të ndëgjojmë kërkesat dhe mendimet e tyre, e pastaj ato të diskutojmë në forumet tona vendimarrëse të partisë dhe të grupit parlamentar, dhe se këtë kontakt jemi duke e bërë vazhdimisht, dhe jo vetëm me zotin Limaj, ne do të vazhdojmë të kontaktojmë secili deputet i cili nuk e ka humbur arsyeën për shkak të presionit nga partitë e tyre relevante, dhe dalim nga krisa më shpejt. Ndërkaq temë diskutimi këto ditë është bërë edhe se është bërë ekzekutimi i pagave të deputetëve për seanca 3 minutëshe, ku deputetët nuk ju kanë shpëtuar këtyre pyetjeve. Nuk vendosin për pagën është çështje procedurale dhe ligjore. Do thonë, mund duket kështu pyetje atraktive, po nuk është me kontestin edhe me zgjidhjen e këtij problemi. Për një 1.500 euro. Dhe deputetëve pa komisione, pa çfarë rritet pak. Ndërkohë nga Instituti Demokratik i Kosovës, Eugen Cakolli në një postim në rrjetin e tij social Facebook, ka bërë të ditur se deputetët janë paguar 2.600 euro për 24 seancat e dështuara për më pak se 2 orë të efektshme. Seanca pritet të vazhdojë pas 48 orësh, përkatësisht të hënën. Ndërpritet seanca, shihemi me 2 qershor. Nga e hëna e datës 2 qershor, çdo ditë të javës, me fillim nga ora 19:30, do të fillojë transmetimi i rrëfimeve individuale të afro 100 nënave, të cilat rrëfejnë ekskluzivisht për përjetimet e tyre në kohën kur humbën fëmijët në luftë, dikush në zonat e luftës e dikush në pragun e shtëpisë. Rrëfimet e 100 nënave nga komuna e Gjakovës nga hëna e 2 qershorit do të transmetohen në televizionin Syri në kuadër të rubrikës Rrëfimet e nënave për bijtë e tyre. Ato në mënyrë individuale flasin për përjetimet e tyre plotangët, shqetësime, sakrificë për djemtë e vajzat e humbura gjatë luftës në Kosovë. Për mumin e tyre edhe me ka dhënë më thonë që shkau i ka marrë. Se ata nuk jam hu për vetë, asë ka vjetë, dhe shkau i ka marrë dhe ka hu. Ku ka pas një vend që kanë një luftën, ata jenë shkuë, po ma në fund, jem shku një asë që kanë vënd lindjen, dytë kanë lind një asë shatin e lindjes, edhe atje ju do kësi lufta po zhvillohet me madhe dhe ashtu edhe u konë. E kum po djallin tem, ajo nuk është që ki honë djalli jem me djallë për natit. Nëna me arnu, djemë, një kërkona pa, mu të më kishin mytë, jo djemë. 3 zëq mi pas mungi, është shumë e vështirë, letre, mashkuj, se cili ma i mirë se qitri. Dikush tregon për lajmin e kopshëm të vrasjes së djalit në luftë, dikush tjetër për kujtimet e bukura që kishte me ta.
E të tjera nëna ndajnë edhe fatin tragjik të vrasjes së djemve në pragun e shtëpisë. Secili rrëfim ndryshën nga tjetri, plotsojnë një mozaik plot dhimbje të historisë së nënave shqiptare. Mes lotësh e emocionesh, këto nëna flasin edhe për mënyrën se si arrin të mbajnë gjallë kujtimin për fëmijët, fotografi të gjësendë të çmuara, e duke mos përjashtuar edhe krenarin që kanë për secilin prej tyre. Rrëfimet transmetohen nga hëna në të diel nga ora 19:30. Kompania rajonale e ujësjellësit Gjakova ka publikuar listën e ngushtë të kandidatëve për intervistë me gojë për pozitën e drejtorit të bordit të KRU Gjakova. Në listë janë të përfshirë emrat e 15 kandidatëve. Në konkursin e datës 21 mars 2025, të shpallur nga zyra e kryeministrit të Republikës së Kosovës, është hapur konkursi për drejtor bordit të 3 ndërmarrjeve publike qendrore, ndërtoh edhe kompania rajonale e ujësjellësit Gjakova SHA. Ndërkaq, tash është publikuar edhe lista e ngushtë e kandidatëve, të cilët janë përzgjedhur për intervistë me gojë për pozitën e drejtorit të bordit në ndërmarrjen KRU Gjakova. Lista e ngushtë përfaqësohet nga Vildane Maloku, Arieta Pozhegu, Arianeta Nura, Ilir Dula, Gjevad Bekteshi, Naki Sahiti, Urim Gashi, Lumnie Këpuska, Liridon Krasniqi, Faton Osmani, Visar Nalbani, Aurora Dinaj, Albehar Fejza, Lirie Rahimi Ademi dhe Bahri Gjaferi. Në pajtim me ligjin nr. 5 L031 për procedurat e përgjithshme administrative, kandidatët që nuk janë të përfshirë në listën e ngushtë kanë të drejtë të ushtrojnë ankesë brenda afatit prej 30 ditësh, që nga data e publikimit të listës. Tutje në dokument është përeditur se ankesa duhet të dorëzohen me shkrim në objektin e qeverisë, zyra numër 101. 71 tituj të ndryshëm të librave i ka dhëruar Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës për shoqatën e intelektualëve Jakova. Profesori Rushdi Sefa, njëherët kryetari i shoqatës, thotë se secili donacion është i mirëseardhur, përvuri theksin tek hapësira e vogël për ekspozimin e tyre. Profesori thotë se nëse librat do të ekspozoheshin më mirë, do të ishin në dispozicion të secilit lexues. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës për të dytën herë i ka dhuruar shoqatës së intelektualëve Jakova kontingjent me libra. 71 tituj të ri të librave me vite të botimit nga viti 2019 deri në vitin 2024 e pasuruan bibliotekën e kësaj shoqate, bëri të ditur kryetari i shoqatës së intelektualëve Rushdi Sefa. Falë mirëkuptimit nga ana e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, biblioteka e shoqatës intelektuale Jakova u pasunu edhe me 71 tituj të ri botime të Akademisë Shkencave nga viti 2019 deri në 2024. Mirë po për kryetarin Sefa, hapësira e huazuar përkohësisht nuk është e mjaftueshme për ekspozimin e këtyre titujve të rinj. Hapësina e shoqatës së intelektualëve, e cila në është huazu përkohësisht nga pronari Skender Nikuliqi, përkohësisht, po them, nuk i përmbush as për së afërmi ato që kërkohet për me i zhvillu të gjitha këto aktivitete që i zhvillon shoqata, por na edhe më tutje po shpresojmë se zyrtimet e zyrtarëve komunal se do të na sigurohet një hapësinë do të përmbushen së shpejti. Sefa thotë se me përmbushjen e kushteve do të mundsohet çasja në fondin e bibliotekës për të gjithë të interesuarit. Fëmijët e institucionit parashkollor Ganimetet Tërbeshi janë bërë pjesë e programit Ton Shkollë Gjakove. Falpunës të përkushtuar të edukatoreve, fëmijët kanë arritur që për festën e 1 qershorit të shfaqin një program të pasur artistik. Në kuadër të emisionit Shkollë Gjakove, televizioni Syri do të paraqes programin festiv të ditës ndërkombëtare të fëmijëve 1 qershorit, realizuar në institucionin parashkollor Ganimetet Tërbeshi. Me lojra, muzik e valle, fëmijët realizuan si mosomiri aktivitetet e ndryshme të planifikuara me ndihmën e edukatoreve që luajnë një rol kyç në të gjitha objektet dhe lokacionet e institucionit parashkollor. Edukatorja Agnesa Zërza u shpreh se fëmijët janë të interesuar tej mase për aktivitetet e planifikuara nga edukatorët.
Për ndër të festës së 1 qershorit, ditë ndërkombëtare për yjet tonë, kemi përgatitur aktivitete të lira, ku fëmijët me vullnetin e tyre të lirë kanë vizatuar, kanë gjorosur, kanë kërcyer, kanë kënduar, kanë bërë vallëzime të ndryshme ku të ndjehen të lirë dhe ta shijojnë momentin e tyre, këtë ditë të shënuar të tyre. Ndërsa edukatorja në objekti numër 4, aneks Gjeraldina Shlaku, tha se mbështetja e prindërve po ashtu luan një rol tjetër rëndësishëm në planifikimin e aktiviteteve të ndryshme. Ne shumë të qefi bojnë, sidomos me ngjyra kanë marak, mi ngjyros durt, mu gjallavit, ajo është kënaqësi e fëmijëve. Ne mundohemi jemi zhvillu fëmijët në gjitha fushat për me qenë sa më të gatshëm për manal. Tutje edukatorja Krenare Goranci tregoi për aktivitetet për 1 qershorin. Për ndirën të festës së 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, ne kemi organizuar disa aktivitete të lira, këngë, disa pika muzikore, edhe një lojë për fëmijë. Kjo është një ditë e veçantë që ata mendje presin. Në objekti numër 8 në fshatin Novosele Ullët, edukatorja Vjolca Bejtullahu u shpreh se aktivitetet janë të domosdoshme në përditshmëri, e sidomos në ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Aktivitetet që kushtojnë festës së fëmijëve 1 qershorit zakonisht janë argëtuese. Mundohem që fëmijët ta shijojnë maksimum atë ditë, duke bërë ushtrime paraprake 1 javë përpara, që në ditën e 1 qershorit fëmijët të kenë vetëm argëtime. E kur është fjala për menaxhimin e këtyre aktiviteteve dhe shumë të tjerave që organizohen gjatë gjithë vitit, përgjegjësja në objekti numër 4 Valentina Isufi u shpreh se me ndihmën e edukatorëve, menaxhimi i objektit në Orize dhe aneks është tejet i lehtë. Menaxhimi nuk është as pak i vështirë për shkak sepse edukatorët e kanë një punë që e bëjnë me vullnetin më të madh me fëmijët, duke janë nisur prej moshës 9 muajve deri në moshën 5 vjeç vinë me vullnetin më të madh në kopshtin tonë. E arsyeja është se edukatorët janë shumë të mrekullueshëm, bëjnë një punë shumë të mirë. Në të gjitha objektet e institucionit parashkollor Ganimet Tërbeshi u zhvilluan aktivitete në nder të festës së fëmijëve, ndërkaq programi festiv do të transmetohet këtë të diel, më 1 qershor, me fillim nga ora 17:30. Një varg aktivitetesh do të mbahen në kino Hyrje Hana dhe qendrën tregtare Center Mall në Çakov, në kuadër të 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Për të veçlit janë organizuar edhe surpriza të ndryshme, me qëllimin që festa atyre të merr formë sa më të mirë. Një varg aktivitetesh do të mbahen në qendrën tregtare Center Mall dhe kino Hyrje Hana në Çakov në shënim të ditës ndërkombëtare të fëmijëve si dita e tyre më e veçantë. Në Center Mall, në këndin e lojrave Fantasyland, 1 qershori do të shndrohet në një ditë të paharrueshme për fëmijët, me plot ngjyra, gëzim e surpriza, shfaqje argëtuese nga palaçu me shok, aktivitetet kreative për fëmijët e çdo moshe, face painting për fytyra dhe shpërblimet, lojrat e befasit, do të jenë vetëm disa nga aktivitetet e shumta. Organizimi do të jetë të dielën me fillim nga ora 18. Po ka që atmosferë pritet të jetë edhe në kinema Hyrje Hana, aty ku 1 qershori do të jetë më magjik se asnjëherë tjetër. Me anë të blerjes së biletave për filma të cilët do të shfaqen nesër, të gjitha ata do të kenë mundësi të bëhen pjesë e shortit fitues. Filmat që do të shfaqen në kino nesër janë Snow White me fillim nga ora 12, Lilo and Stitch në 2 orare, 14 dhe 18, Minecraft në orën 16 dhe Thunderbolts me fillim nga ora 20. Shpërblime dhe surpriza të shumta ju presin në ditën ndërkombëtare të fëmijëve në Center Mall dhe kino Hyrje Hana. 10 vrapues u bën pjesë e ngjarjes komunitare të vrapimit parkran të mbajtur sot në Shkugës. Vrapuesit nga Gjakova, por edhe nga komuna tjera, vrapuan në shtegun 2 dhe 5 kilometra, me qëllimin që të promovohet sa më shumë disiplina e vrapimit. Sot në hapësirat të Shkugës, në drejtim të fshatit Firz është mbajtur aktiviteti vrapues Park-Run. Në këtë aktivitet komunitar morën pjesë shumë të rinj të reja nga Gjakova dhe vende të tjera. E kemi organizu si Park-Run, i cili do të jetë i përjapshëm. Sot jena pak ma stresuar se dita parë, po ndoket që ju kanë mjaftuar, ju kanë përgjigjë thirrjes. Edhe do të fillojmë me 2, si më thon, kategori, garë nuk është, po është shumë më e rëndësishme nëse më rrinë mi kryp. Si do qoftë edhe më se kryp sot herën tjetër, për fëmijë deri në moshën 14 vjeçare, e kemi bo deri në 2 kilometra, kurse për të rriturit deri në 5. Rruga është
s'është e vështirë, kështu që besoj gjithë kanë me dalë. Jemi mundu sa ma shumë me ftu njerëz, inshallah që këta këtë që kanë ardhur ju pëlqen edhe bijnë edhe shok tjerë, kështu që kjo është. Nismë në këtij aktiviteti mbështeti edhe vrapuesi nga Peja Trim Gashi. Na vrapojmë rregullisht atje te nën Pej, është ndonjëherë kështu kur kena farë ftesës pak më speciale, i bashkangjitem si sot, po për hapje shpresojmë që s'ka mund dalë kjo, ka më bërë si traditë. Edhe ju keni vende shumë të bukura për me vrapu, njëjtë sikurse atje te na, kështu që sa më shumë njerëz më marrin me sport. Edhe vrapuesit nga Gjakova nuk nguruan të shprehin opinionin e tyre për organizimin dhe shtegun e vrapimit. Ky lloj organizimi me cilin tani ja kemi fillu më morë në vrapues të Gjakovës, do duhet me qenë shumë më herët. Kjo më shumë ka të bëjë në aspektin personal se sa në institucional ose zyrtar. Vrapimi është sport i cili para 2000 vjetëve ka fillu, tash e dim në maratona kur ka fillu. Mirë po, aktivitetet fizike duhet me qenë për ditë. Më qenë se jam adhuruese e sporteve në përgjithësi dhe gjithashtu adhuroj shumë natyren, vrapimi të shkrin me natyren në një mënyrë dhe kur je mirë fizikisht, ke mirë dhe shëndetin mendor. Duke i vlerësu këto të dyja bashkë, natyrisht çdo të shtunë do t'jem këtu në këtë aktivitet. Edhe i vogli Joni Berisha ishte njëri ndër vrapuesit e vegjël të sotëm. Po, në kalova shumë mirë, ishte një periudhë mirë edhe më pëlqej shumë. Kjo organizim dhe ishte shumë kreative dhe më pëlqej shumë. Kjo ngjarje sportive nuk kishte karakter garues, të rriturit vrapuan në shtegun prej 5 kilometrash, ndërsa të vegjëlit zgjodhen shtegun prej 2 kilometrash, si një mundësi për të lidhur me natyrën, për të pasur një mëngjes aktiv dhe për të ndarë energji pozitive edhe me të tjerët. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranat me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 10 deri në 24 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 12 deri në 27 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Dita e hënë do të karakterizohet nga moti me diell, me temperatura që do variojnë nga 13 deri në 29 gradë Celsius. Ditën e martë pritet të jetë mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 13 deri në 30 gradë Celsius. Edhe për të mërkurën parashihet mot me diell, me temperatura që do variojnë nga 15 deri në 32 gradë Celsius. Moti vranat e me diell parashihet gjatë së enjtës, shoqëruar me temperatura nga 16 deri në 33 gradë Celsius. Për të premten parashihet moti vranat e me diell, me temperatura që do variojnë nga 16 deri në 32 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Çdo të dytën ditë për të 24-ën herë ka dështuar edhe sot konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Njëqind nëna nga komuna e Gjakovës nga e hëna rrëfejnë historinë e tyre personale për humbjen e djalit apo vajzës gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në Shkugës mbahet ngjarja komunitare e vrapimit Parkrand Gjakova. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.